Të nderuar besimtar, një ditë profeti alayhis salam ishte bashkë me shokët e tij dhe shokët e tij dëgjuan një zë si gumëzhima e bletëve, kedewijin nahl. Dhe kuptonin që profetit po i zbriste shpallja nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam dhe heshnin dhe pushonin, dhe profeti gjatë kohës që i zbriste shpallja ai rëndohej, i rritnin djersët, sepse ne po të zbresim një fjalë të rëndë, një fjalë me shumë pozitë madhe, me shumë vlerë, thot Allahu Azza wa Jell, dhe pikërisht kjo ishte gjendja e profetit alayhis salam. Pasi përfundon kjo gjendje, profeti alayhis salam i thot, më kanë zbritur 10 ajete dhe bëhet fjalë për 10 ajetet tek suratul Mu'minun, 10 ajetet e para të surës së Mu'minun. Dhe ai që i derdh në praktik këto që më janë zbritur mua sot dhe realizon në jetën e tij, atëherë ai njeri ka përfituar xhenetin e Allahut Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Pikërisht kjo sure nis në këtë formë: Qad aflahal mu'minun. Në të vërtetë, padyshim që kanë shpëtuar besimtarët, thot Allahu Azza wa Jall. Transmetohet që kur Allahu Azza wa Jall krijoi xhenetin, Adem i tha fol, dhe xheneti Adem tha qad aflahal mu'minun. Në të vërtetë që kanë shpëtuar besimtarët tha xheneti Adem, dhe kjo u bë pikërisht shpallje i u zbrit profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti kur i zbrestin këto ajete të surës Mu'minun, gëzohet pa mas dhe bën një lutje të tillë, duke thënë: Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tahinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alayna, wardina warda anna. U lut profeti sallallahu alaihi wasallam duke thënë: O Zoti ynë, shtoi besimtarët prej nesh dhe mos i pakso. Na ndero o Zot ashtu siç ti të nderon dhe mos na poshtron e besimtarëve. Dhe na jep nga mirësitë e tua dhe mos na privon nga mirësitë e tua, tha profeti alayhis salam. Dhe zgjidh më të mirën për ne dhe mos zgjidh diçka që të jetë kundra nesh, dhe na bëj neve të kënaqur me caktimin tënd, dhe bëje veten tënde të kënaqur me jetën, me mënyrën se si ne jetojmë. U lut profeti sallallahu alaihi wasallam. Gjëja më e çmuar që ka gjithë secili prej nesh në këtë jetë përkohshme, padyshim që është besimi në Zot dhe adhurimi i Allahut Azza wa Jall. Është një vlerë e tillë, njëkohësisht është edhe përgjegjësi, sepse besimtari që beson Zotin e madhëruar me cilësitë e tij të plota dhe me emrat e tij të bukur, duke ditur madhështinë e Allahut Azza wa Jall, ai ka përgjegjësi në çdo sekondë të jetës së tij dhe mundohet, prekurohet që në çdo veprim, në çdo fjalë, në çdo sjellje ai të jetë i matur, të jetë të sillet me mençuri, të bëj veprime me urtësi, e të bëj gjën e duhur që dëshiron Allahu Azza wa Jall. Pra besimi është një pozitë e lartë, një dhuratë që ia jep Allahu kujt të doj, pa ai udhëzon këtë të doj dhe shman nga rruga e drejtë këtë të doj. Zoti i drejtohet besimtarëve, o ju që keni besuar. Ja ayyuhalladhina amanu, janë ajete të shumta. Pra është një përgjegjësi që Zoti i drejtohet atij njeriu që përmban thelbin e ardhjes së njeriu në këtë jetë, padyshim është besimi tek Allahu Azza wa Jall dhe adhurimi i Allahut të madhëruar, të nderuar besimtar. Pra Allahu në këtë jetë i jep si arritje çdo kujt që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, ai një ditë do të shpëtojë, pra Allahu i jep mysden, i jep si arritjen e madh që ai që beson, që ka kapur thelbin në këtë jetë, që të adhurojë Allahun Azza wa Jall, ai një ditë në botën tjetër do të shpëtojë, do të gjejë shpëtimin. Dhe gjëja më e shtrenjtë për njeriu do të jetë besimi. Dhe fjala el mu'min, besimtar, është ai që beson Zotin, ai që gjen prehje në brendinë e tij, në qetësinë e tij, gjen siguri në veten e tij, në jetën e tij, në shoqërinë ku ai jeton, dhe ai me besimin e tij i fal edhe rrezatim sigurie, i fal edhe dashuri mbar njerëzve, dhe shenjat dhe gjurmët e besimit të tij ndodhen në të gjithë karakteristikat, në të gjithë moralin e tij të nderuar besimtar. Por si ne duhet ta ruajmë këtë besim, padyshim që Zoti i
rreshton një nga një cilësitë që duhet posedoj gjithsecili prej nesh për të ruajtur këtë thesar kaq të madh që është besimi tek Allahu Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Dhe Zoti ka është drejtuar pra duke u thënë gjithsecili prej nesh, o ti që ke besuar, pra beson Allahun Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Cilët janë ata besimtarë që kanë shpëtuar? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kanë shpëtuar ata besimtarë, cilësia e parë që jep Zoti i gjithësisë në këtë sure është ata besimtarë që kur shkojnë për të falur namazin e tyre e falin me ndrojtje, e falin me përkushtim, e falin me frikë respekt, e falin duke u tutur madhështisë së Allahut, duke e pasur frikë Allahun Azza wa Jall, duke hequr dorë nga bukuritë kalimtare të kësaj bote. Ata njerëz e falin namazin dhe përgatiten për një namaz me përkushtim që ku bën njeti nga puna, nga shtëpia, që unë sot do të shkoj në xhami për të falur namazin, edhe gjatë rrugës që ai jep hapat për xhami, ai njëri lartësohet dhe i falen gjunahet dhe e madhëron Allahun Azza wa Jall. Dhe kur merr abdes, bismillah, ai dëshmon për Allahun Azza wa Jall dhe i thotë, o Zot, më bëj mua prej penduarve dhe prej atyre që pastrohen, që janë të pastër, dhe hapet një nga 8 dyert e xhenetit, thot profeti alayhis salam. Të gjitha gjymtyrët që ai ka pastruar në anë të abdesit ndriçojnë dhe ai hyn me bismillah duke madhëruar Allahun në xhami me një qetësi shpirtërore, duke hedhur hapat qetë pa nxituar, pa bërë zhurmë, pa shqetësuar askënd, dhe ai ka ardhur për vetëm një synim. E ka fikur telefonin dhe është shkëputur nga çdo punë e dynjas dhe ka ardhur për vetëm një qëllim që mund të vihet në xhami për të madhëruar Allahun Azza wa Jall, dhe namazi i tij merr pikërisht këtë formë kaq të lartë, kaq madhështore. Vetëm në këtë mënyrë ai fal 2 rekate sunet, i fal 2 rekate sunet që kur të vi farzi, namazi më madhështor, më i rëndësishëm, ai njeriu është para përgatitur nga ana shpirtërore dhe tashmë bëhet gati për dal para mbretit të mbretërve, para të pasurit vërtet, para atij që nuk vdes asnjëherë, dhe të shkosh aq afër me atë kur ti je në sejdë, dhe është momenti më kulminant. Dhe njeriu kur bëhet i kameti, ai bëhet gati këtu për dalë para Allahut Azza wa Jall, dhe kur merr tekbir, Allahu Ekber, duke i çuar duart lart, ai tashmë me të dyja duart është një simbolik që ai heq dorë nga çdo dashuri, nga çdo lidhje tjetër toksore, dhe tashmë është koha që ai të lidhet me Allahun Azza wa Jall, që nuk e harron asnjëherë, që e furnizon kurdoherë, që i jep shpresë, që e pranon pendimin e tij, që e na fal neve edhe kur bëjmë gabime, ai që na jep mirësitë pafundme, dhe ne bëhemi gati për një namaz të tillë, të nderuar besimtar. Sepse namazi duhet falur me përkushtim dhe jo thjesht si një dukurim mekanike, si disa veprime që ne i bëjmë tashmë rëndom, i bëjmë çdo ditë, por duhet falur me përkushtim që ne të lidhemi të gjitha organet, shisat tona, të lidhim mendjen, shpirtin ton, zemrën ton, të çdo rrahje të zemrës, kur ne kemi lidhur duart, të ndjejmë pulsin në dorën ton dhe pulsi ynë, zemra jonë të jetë e lidhur me madhështinë e Allahut Azza wa Jall, dhe vetëm namazi është madhështi për Allahun Azza wa Jall, është tasbih, madhërim për Allahun Azza wa Jall, duke nisur me Allahu Akbar. Vetëm Zoti është më i madh dhe themi në ruku, lexojmë Kur'an gjatë namazit. Dhe themi Subhana Rabbiyal Azim kur ne shkojmë në ruku. Ja çdo të mete është Zoti im që është madhështor, dhe kur shkojmë në sejdë, dhe kur ngrihemi nga rukuja them Rabbana wa lakal hamd, o Zoti ynë, ty të takon falënderimi për çdo mirësi që na ke dhënë, sepse ne tashmë e kuptuam që jemi pafuqishëm, jemi të varfër, nevojat tona janë aq të shumta, por pafuqia jonë është shumë e madhe dhe vetëm ti mund të na i plotësosh të gjitha kërkesat, mangësitë që ne kemi, dhe ne kuptojmë sa të mangët, sa mëkate kemi, dhe madhërojmë Allahun gjatë gjithë faljes tonë, dhe kur shkojmë edhe në sejdë themi Subhana Rabbiyal A'la. Njeriu duke ulur në fund egon e tij, nefsin e tij, thot jashtë çdo të mete është Zoti im i lartësuar Allahu Azza wa Jall, dhe duke ulur egon e tij njeriu madhëron më së miri Allahun Azza wa Jall. Dhe gjatë gjithë ditës në vragun
kohor që nga koha e sabahut deri në kohën e yatsis. Njeriu shikon dukuri që ndodhin gjatë jetës së tij, që i tregohet njeriu madhështia e Allahut fuqiplot, që ai pasi ka sjell natën, sjell dritën e agimit të mëngjesit, dhe njeriu kur falet her pas here gjatë 5 kohëve të ndryshme, ai njeriu i rikujton mirësitë e panumërta që Allahu i jep në çdo moment, dhe njeriu kujton sa mirësi na jep Allahu azza wa jall, dhe sa shpejt kalon jeta e njeriu. Pra gjithë dita e tij është një simbolik e jetës së tij, si dita e agimit që ka ardhur në këtë jetë. Do të vijë një moment që drita errësira në kohën e yatsis i kujton njeriu vetmin, i kujton fshehjen dhe largimin e përhershëm nga kjo botë kalimtare, dhe kur shuhet drita atëherë shuhet edhe drita e jetës të njeriu, do të largohet nga kjo botë kalimtare, do të nisë rrugtimin e tij të përhershëm drejt ahiretit. Prandaj gjithsekush kur sheh që Zoti e kthen natën në ditë, ditën në natë, dhe ai kontrollon diellin, hënën, çdo gjë, ai njeri me besim, me dashuri, me sinqeritet shkon drejt namazit duke e falur me përkushtim, dhe ashtu siç i takon madhështisë të Allahut azza wa jall, ai thot: la uhibbul afilin, siç tha Ibrahim alayhis salam kur ai pa hënën edhe diellin, dhe tha: unë nuk i dua ata që përendojnë. Dhe pikërisht të gjithë të madhështi na tregojnë të madhin e vërtet që është Allahu azza wa jall, të nderuar besimtar. Inna salata wa aqimis salata, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari, thot Allahu azza wa jall. Dhe fale namazin në përkushtim, sepse në të vërtet namazi e largon njeriu nga gjërat e shëmtuara dhe nga gjërat e pamoralta, thot Allahu azza wa jall. Namazi i falur në përkushtim, që është shtylla e fesë, është ajo që ndan besimtarin nga jo besimtari. Ajo sprov në jetën e fatit që kur njeriu të pyetet në raport me namazin, me faljen e tij 5 vakte ditore, ai njeri do të kuptojë se çfarë e pret më tej, dhe kur ai ka kaluar me sukses provën e namazit, çdo gjë është më e lehtë. Prandaj namazi është si një mirazh që ngjitet lart në gradë shpirtërore e njeriu të nderuar besimtar, dhe është i vetmi adhurim që Allahu azza wa jall e ka ligjëruar dhe ja ka bërë obligim muslimanëve 5 herë në ditë, si për 7 qeve natën e Isras dhe të Mirazit, që profeti alayhis salam u ngjit lart tek Zoti i tij madhështor, tek Allahu azza wa jall, dhe kur u kthye, ai u kthye me 5 vaktet që janë dhuratë minore nga ana e Allahut azza wa jall, nderuar besimtar. Cilësia e dytë: walladhina hum anil lagwi mu'ridun, ka shpëtuar ata besimtarë që nga gjërat e padobishme, nga gjërat e kota, shmangen gjithmonë vazhdimisht. Padyshim, në ajetin që lexuam pak më parë, Allahu thotë që namazi i falur në përkushtim, i falur me ndrojtje, i falur me një qetësi kur ai shkon drejt xhamis, me një largim total nga gjithë njerëzit dhe nga gjithë shoqëria dhe nga gjithë bukuritë kalimtare, duke fikur telefonin, ai është lidhur ka vetëm një synim të madh që t'i falet Allahut azza wa jall. Dhe kur namazi falet në përkushtim, padyshim që namazi, thot Zoti, e largon njeriu nga të gjithë gjërat e shëmtuara dhe nga të gjithë gjërat që janë pamoralta, thot Allahu azza wa jall. Pra kur ti nuk largohesh dot nga gjërat e shëmtuara dhe nga morali i keq dhe nga vetet e këqija dhe ti fal namaz, është shumë e thjeshtë. Mënyra se si ti e fal namazin, mënyra se si ti e koncepton mënyrën e të falurit ndaj Allahut azza wa jall është e gabuar. Thjesht bën disa veprime mekanike, dhe jo thjesht, dhe nuk bën atë thelbësore që të falesh me gjithë zemër, me gjithë shpirt kur dalësh para Allahut azza wa jall. Wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghil jahilin. Dhe kur besimtarët dëgjojnë diçka të kotë, ata shmangen më një herë nga ajo gjë që nuk i jep dobi në botën tjetër. Besimtari shmanget që në krye të herës çdo gjë të keqe, çdo gjë të lik, tash e them për gojim, për çarje, çdo gjë e keqe, gënjeshtër, mashtrim, ai më një herë shmanget dhe thon: ne kemi punën tona kur dalim para Zotit gjithësisë, dhe ju keni punën tuaja. Selamun aleikum la nabtaghil jahilin. Paqja qoftë mbi ju, ne nuk kemi lidhje me ata që janë ignorant dhe bëjnë punë të tilla të liga, thot Allahu azza wa jall, nderuar besimtar. Walladhina hum lizakati fa'ilun, dhe ka shpëtuar ata besimtar që japin
zekatin e pasurisë tyre, thot Allahu Azza wa Jall. Zoti ja ka bërë detyrim njeriu që të japi 1/40 e pasurisë së tij dhe kjo është obligim ashtu sikur namazi edhe haxhi nderuar besimtar. Dhënia e zakatit pasurisë është detyrim për çdo musliman kur ai arrin masën, kur ka kaluar një vit i plot hënor dhe është arritur masa e nisabit, ai njeriu ka detyrim që të jap zakatin e pasurisë së tij. Dhe kur ai jep zakatin e pasurisë së tij, fjala zakat është njëkohësisht edhe pastrim shpirtëror i lidhjes së njeriu me paren, me pasurinë e tij, njëkohësisht është edhe begati shumë fishim i pasurisë që në fakt na ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Cilësia tjetër, walladhina hum li furujihim hafidhun, kanë shpëtuar ata besimtar që ruajnë nderin e tyre, thot Allahu Azza wa Jall. Ruajtja e nderit është një cilësi shumë e lavdëruar, një cilësi shumë e dashur tek Allahu Azza wa Jall. Dhe ai njeriu që ruan nderin, ai njeriu është faqe lartë, është syçel, është i pastër, është njëri vigjilent, është njëri fisnik, e ka lavdëruar Allahu Azza wa Jall dhe profeti i tij, dhe ai njëri nuk poshtërohet nga ana e Allahut Azza wa Jall, dhe ai njëri që nuk e ruan nderin e tij ta di që ai njëri ka bërë një gjunah të madh të nderuar besimtar. Këtë nevojë biologjike Allahu dëshiron që njeriu ta kontrollojë vetëm nëpërmjet martesës. Dhe Allahu Azza wa Jall nuk ka asnjë mundësi tjetër dhe vetëm mundësi që njeriu këtë nevojë biologjike është ta ruajë duke u martuar. Dhe martesa në Islam është vetëm për një burri edhe një gruaje të nderuar besimtar dhe asnjë gjë tjetër, çdo gjë tjetër është e përjashtuar në fen e Allahut Azza wa Jall. Besimtarët duhet të jenë syçel, duhet të jetë vigjilent që familja sulmohet nga të gjitha anët në mënyra nga më të ndryshme. Është lehtësuar divorci, është vështirësuar martesa. Sulmohet familja bërthama e shoqërisë duke ndjerë terma të tillë si prindi 1 dhe prindi 2. Duke ndjerë terma të tillë si barazia gjinore, ndërsa feja e Allahut Azza wa Jall thotë kemi krijuar njeriu nga një mashkull dhe nga një femër, dhe kjo natyrshmëri do të vazhdojë deri ditën që do të ekzistojë njerëzia. Ndërsa për barazinë njerëzore Allahu Azza wa Jall thotë: "Wa laysa adh-dhakaru kal-untha." Dhe mashkulli nuk është kurse si një grua, dhe ai njeriu që ka 2 mend në kokë e di mjaft mirë që mashkulli edhe femra nuk mund të jenë të njëjtë. Nuk ka barazi gjinore në Islam, por ka drejtësi mes burrit edhe gruas. Ka drejtësi të theksuar në fenë e Allahut Azza wa Jall mes burrit edhe gruas. Prandaj muslimanët edhe muslimanet që janë pamartuar të jenë syçel, sepse sulmohen nga të gjitha dimensionet që të vështirësohet martesa, që materializmi të ketë hyrë thellë tek gratë, tek motrat tona muslimane dhe martesën e kanë bërë më shumë komplekse, saqë ndonjëherë bëhet aq e pamundur, thuajse e paarritshme. Por bëj atë që dëshiron Allahu dhe i dërguari i tij, martohuni, shumohuni, thot profeti alayhis salam, sepse unë do të krenohem me ju ditën e gjykimit dhe njeriu me martesën e tij arrin devotshmërinë e gjysmës së fesë tij, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra të krijojmë familje, të lehtësojmë lidhjet martësore, të bëjmë atë urdhër që dëshiron Allahu Azza wa Jall dhe mos u bëj viktimë e sulmeve të herë pas hershme, sepse do të përfundosh një ditë duke qenë i vetmuar dhe duke mos e zbatuar rregullin e Allahut Azza wa Jall. Prandaj çdo musliman dhe muslimane do të jetë i qartë ndaj të gjitha këtyre sulmeve verbale dhe jo verbale që ndodh në gjithë kontekstin kohor, nga dimensionet, nga mënyrat nga më të ndryshme që këto gjëra të mos ndodhin, pa të mos ndodhi bashkimi i familjes. Dhe ne sot jemi dëshmitar që divorci është shtuar, pejmasa dhe martesa është vështirësuar në kul të nderuar besimtarë, dhe kjo gjë nuk ka ndodhur rastësisht. Por ne kemi harruar vlerat universale të fesë sonë dhe dikush tjetër punon për së mbrapthi, sepse shejtani i mallkuar ka punë, është armik i përbetuar i asaj që Zoti ka dëshiruar për njeriu dhe ai bën gjithmonë sulmet nga më të ndryshme që njeriu të veprojë të kundërtën e asaj që urdhëron Allahu Azza wa Jall të nderuar besimtarë. Në këtë formë njeriu duhet ta ruajë nderin e tij të nderuar besimtar. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Në ka shpëtuar ata besimtar që i ruajnë premtimet, amanetet e tyre
dhe premtimet që bëjnë mes njerëzve, thot Allahu Azza wa Jall. Ai njeri që nuk ka besueshmëri, që nuk e ruan amanetin, ai njeri nuk ka fe, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe është shenjë e hipokritit që kur ai flet gënjen dhe kur premton nuk e mban premtimin, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur i lihet diçka amanet, ai tradhton në formën më të ligë, në formën më të keqe, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, mbyll Allahu Azza wa Jall duke thënë dhe kanë shpëtuar ata besimtarë që në të pesta kohët e faljes ata i ruajnë, i falin rregullisht, thot Allahu Azza wa Jall. E nisi me namazin dhe e përfundoi me namazin Allahu Azza wa Jall, pa duke i falur vazhdimisht, rregullisht të pesta kohët e namazit. Profeti alayhis salam na tregon që për hipokritin janë dy namazë që janë shumë të vështira. Që është namazi i sabahut dhe namazi i yatsis. Dhe këta njerëz, sikur ta dinin vlerën e këtyre dy namazeve, do të shkonin edhe këmba dorati duke e falur këto dy namaze kaq të rëndësishme, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe shejtani i mallkuar i lidh birit të Ademit 3 nyje çdo ditë, thot profeti alayhis salam. Dhe kur njeriu e fal sabahun, kur çohet nga shtrati i tij, heq dorën nga kënaqësia e gjumit, dhe çohet nga shtrati i tij, ai e ka zgjidhur nyjen e parë, dhe kur merr abdes e ka zgjidhur nyjen e dytë, dhe kur thot Allahu Ekber dhe lidhet namaz, e ka zgjidhur nyjen e tretë. Dhe njeriu është i çliruar nga e keqja e shejtanit, dhe ai njeriu që nuk e fal sabahun ngrihet dhe gjithë dita e tij është ai duke qenë i lidhur me 3 nyjet e shejtanit mallkuar. Dhe kjo gjë bëret shumë qartë tek ata që e falin sabahun rregullisht, dhe kur ikën një ditë që mund të iki sepse nuk i ka dalë gjumi, ata njerëz që e kanë falur rregullisht sabahun e ndjejnë 3 nyjet që i ka lidhur shejtani, sepse ai nuk ka falur namazin e sabahut, dhe ai që nuk i ka falur për një kohë gjatë namazin e sabahut, mirë për atë, çfarë kënaqësie ka humbur nga jeta e tij. Mirë për atë njeri që nuk i fal namazin. Mirë për atë njeri që largohet nga kjo botë dhe nuk e ka raportin e mirë me namazin. Mirë për atë njeri që vdes duke mos e falur rregullisht namazin, sepse kur të shohin, kur të zhytën në zjarrin e xhenemit, do t'i thonë çfarë ka ndodhur me ju. Ata do thonë ne jemi prej atyre që nuk e ushqenin të varfërve. Por çfarë keni bërë tjetër? Thotë dhe ne jemi prej atyre që nuk e falnim namazin. Dhe kështu përfundimi i këtyre njerëzve është në zjarrin e xhenemit. Prandaj profeti kur u largua nga kjo botë, tha es-salat es-salat. Pra u le amanet që të fali namazin me përkushtim, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alayhis salam lutej: Rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati. O Zot, më bëj për atyre që e falin vazhdimisht namazin, por edhe për atyre që do të vinë pas meje, që do të trashëgojnë nga bretat që vinë pas meje, bëj që të falin namazin, lutej Ibrahim alayhis salam. Dhe këta njerëz ulaika humul warithun, thot Allahu Azza wa Jall, ta janë ata që do të jenë trashëgimtarët. Dhe çfarë trashëgimtarët? Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Këta që do të trashëgojnë Firdausin e lartë, thot Allahu Azza wa Jall, dhe në të do të jenë të përjetshëm. Me lutim Allahun Azza wa Jall që të na bëj besimtar që i posedojnë këto cilësi, që mundohemi të derrim në praktik këto cilësi, të jetojmë në jetën tonë përditshme, dhe të pasqyrojmë me shembull të mirë tek